Ky objekt u nis për hotel, por mori destinim tjetër. Ajta shetutje do të shërbej si faltore për komunitetin protestant që jetojnë në fshatin Trstenik të komunës së Drenasit. Se ndërtimi i kishës protestante është i nevojshëm, e thonë edhe vetë besimtarët. Është e nevojshme për shkak se udhëtimit në Prishtinë ka dikush që ka edhe mundësitë me shku në Prishtinë, e për shkak që udhëtimit e qytetit Senëv na patëm të qefë dhe dëshirën më të madhe me posë në Trstenik. E ndarja e kësaj parcele për këtë komunitet ngjalli reagime edhe në Këshillin e Bashkisë Islame në Drenas. Kërkesa jonë gjithmonë ka qenë në kuadër të asaj se mos të imagjinohet edhe mos të luhet me shifra dhe me numra apo të komunitetet fetare. Është një çështje pak më e ndihshme se gjëra tjera, prandaj ne jemi munduar që t'i mbështesim se asnjëherë nuk kemi qenë as nuk jemi kundër ndërtimit të kulteve fetare të komuniteteve ato ku ekzistojnë. Përgjigje për kërkesën e Bajraktarit ka shefi i kabinetit të kryetarit të komunës Fatmir Istogu. Unë mendoj që kjo letër është e ngutshme nga Bashkia Islame, nuk është gjendja diçka provokative. Qytetarë nuk kanë ankesa. Komuniteti protestant ka bërë 2 kërkesa për një kishë dhe na në bazë të kushtetutës, ligjën në fuqi, jemi të obliguar dhe dëshirojmë t'ju përgjigjëm qytetarëve me plotësimin e drejtave tyne si komunitet. Istogu tha se shfrytëzimi i kësaj parcele nga kisha protestante qendresa për kryerjen e ritualeve fetare është lejuar nga komuna, pasi që ky komunitet kishte bërë kërkesë për diçka të tillë.